Një sulm balistik iranian ndaj bazës ajrore Ali Al Salem në Kuvajt ka shkaktuar plagosjen e lehtë disa personave amerikan dhe dëmtimin e rënd të dy dronëve amerikan MQ-9 Reaper, sipas informacioneve të publikuara nga Bloomberg. Burimet e njohura me ngjarjen bëjnë të ditur se mbrojtja ajrore kuvajtiane arriti të interceptojë raketën balistike Fateh 110, por fragmentet e saj ran brenda perimetrit të bazës, duke shkaktuar dëm me materiale dhe lëndime. Rreth 5 persona, mes tyre kontraktorë civilë dhe pjesëtarë të forcave të armatosura amerikane, pësuan lëndimet e lehta. Një dron MQ-9 Reaper u shkatërua plotësisht, ndërsa të paktën një tjetër u dëmtua. Vlera e secilit prej këtyre mjeteve ajrore pa pilot vlerësohet të jetë rreth $30 milion. Sulmi ndodhi në një moment delikat diplomatik, teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump ishte duke shërtuar mundësinë e zgjatjes së armpushimit të brisht, i cili është në fuqi që nga prilli. Megjithse marrëveshja ka reduktuar përplasje direkte, të dyja palët kanë vazhduar operacione dhe sulmet e kufizuara gjatë kësaj periudhe. Vetëm një ditë më parë, në datën 29 maj, presidenti Trump deklaroi në rrjetet sociale se ishte i gatshëm të merrte një vendim përfundimtar lidhur me draft marrëveshjen. Megjithatë, takimi i zhvilluar në dhomën e situatave në Shtëpinë e Bardhë përfundoi pa një deklaratë zyrtare. Sulmi iranian pasoi rrëzimin e disa dronëve të Teheranit nga forcat amerikane, si edhe goditjet ajrore të kryera nga SHBA në territorin iranian. Sulmi iranian pasoi rrëzimin e disa dronëve të Teheranit nga forcat amerikane, si edhe goditjet ajrore të kryera nga SHBA në territorin iranian. Konflikti ka ushtruar presion të madh mbi arsenalin amerikan dhe konsumuar sasi të konsiderueshme të raketave me rreze të gjatë veprimi, si dhe sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore. Sipas raportit më të fundit të Pentagonit për operacionin Epic Fury, deri më tani janë vrarë 14 shtetas amerikan, ndërsa 409 të tjerë janë plagosur që nga nisja e konfliktit më 28 shkurt. Gjatë kësaj periudhe, Irani ka lëshuar mbi 1850 raketa balistike kundër objektivave në rajon. Raketa Fateh 110 e përdor në sulmin ndaj bazës Ali Al Salem, konsiderohet të jetë një armë balistike me rreze të shkurtër veprimi dhe mund të mbajë një kokë luftarake deri në 500 kg, sipas të dhënave të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.